Nga 12 tetori, rregullat e reja për të hyrë në zonën Schengen. Nga data 12 tetor, në të gjitha pikat kufitare të vendeve Schengen, do të hyjë në fuqi një sistem i ri i regjistrimit për udhëtarët nga vendet e treta. Ky sistem i automatizuar do ta bëjë hyrjen më të thjeshtë, më të shpejtë edhe më të sigurt. Për herën e parë që hyni në një vend në Schengen, do t'ju kërkohet të skanoni pasaportën, bëni një foto dhe regjistroni shenjat e gishtave, si pjesë e të dhënave biometrike. Përgjigjuni disa pyetjeve të thjeshta, si vendodhja e qëndrimit, bileta e kthimit dhe kohëzgjatja e qëndrimit. Pasi ta përfundoni këtë proces, do të mund të kaloni nëpër portat automatike, duke shmangur radhat dhe pritjet e gjata. Regjistrimi zgjat 5 minuta dhe është i detyrueshëm për të gjithë udhëtarët nga vendet jashtë Bashkimit Evropian, që nuk kanë nevojë për vizë. Ky sistem do të zbatohet në të gjitha pikat e Schengenit dhe synon të kursej kohë dhe të rrisë sigurinë. Ky nuk është një aplikim për vizë, por një regjistrim elektronik për lehtësimin e hyrjeve të ardhshme.